Një ditë pas plagosjes së afarisit të njohur jeton Buçuku në Pej, 3 persona nga fshati Mazniki i Deçanit janë identifikuar si të dyshuar. Policia në Pej ka kërkuar bashkëpunimin e qytetarëve për lokalizimin dhe arrestimin e tyre. Për rastin është deklaruar edhe kryeprokuroria e prokurorisë themelore në Pej, Lumturia Vuçetaj, derisa hodhi poshtë pistën se rasti lidhet me Demel Shanin. Nuk kemi indikacione që kanë të bëjnë me ato se që u prezentuat me Demel Shanin. Diton Buçuku është hetuar dhe për vepra tjera penale, jo vetëm në aspektin e kundërjetës dhe trupit, dhe gjitha këto kanë shkuar në gjykatë dhe janë trajtuar. Sa i përket rastit të fundit, tash se nuk kemi ende arritur tek motivi, për shkak se ende nuk është intervistuar i dëmtuari, për shkak se njëti është duke trajtuar në CPUK, dhe në rast se eventualisht ka lidhshmëri, sigurisht që do të hetohet. Megjithatë, sipas kryeprokurorës, në vitin 2025 në rajonin e Pejës nuk u regjistrua asnjë vrasje. Pas 26 viteve pas luftës, viti 2025 evidentohet si viti vetëm pa asnjë vrasje në rajonin e Pejës. Kjo ka ardhur rezultat i mirë koordinimit dhe thellimit ndërinstitucional me Policinë e Kosovës, me mekanizma tjerë institucional e pa minimizuar asnjëherë bashkëpunimin e ngushtë dhe besimin e qytetarëve tanë. Kësaj sipas saj, Peja me rrethin mori epitetin si rajoni më i qetë në vitin që lan pas. Nga rajoni më i nxehtë, me më shumë të vrasje dhe rastet më të ndjeshme, rastet më komplekse. Fal punës dhe angazhimit tonë të përbashkët, kemi arritur që vitin 2025 me plot të drejtë ta marrim epitetin si rajoni më i qetë dhe prokuroria e vetme në sistem prokurorial pa asnjë rast vrasjes. Për 25 vjet në rajonin e Pejës janë regjistruar 203 vrasje me 227 viktima.